vërtet skuadra e Skënderbeut që shkëmbon tokën e parë në këto çaste. Skuadra korçare nis lojën me një top të gjatë, mund të juri këto informacionet e të dyja skuadrave. Por më parë të ndjekim aksionin në krahun e djathtë, një krosim i Kristi Vangjelit. Kujtojmë më vjen me Cakovic në port, skuadra e Apollonis, më pas Nako, Xhafa, Atanda, Kaja në mbrojtje, Dosti, Gërgjo në mesfush Karakaçi, Rajkovic, Hysen Shahaj dhe Mikel Canko në manë e sulmit. Mikel Canka duket jetë lojtari i cili së bashku me Rajkovic do të shqetësojnë mbrojtjen e Skënderbeut. Shej në port për Skënderbeun, Vangjeli, Radas, Osmani, Arapi. Në mesfush Progni, Shkëmbi, Lilaj, Berisha, ndërkohë në sulm Peter dhe Andi Ribaj. Luante 2 vite më parë, por me fanellën e Apollonis në ato humbje minimale 1-0. Kujtojmë golin e realizuar nga Dietmar Picaj në një ndeshje ku realisht skuadra e Apollonis meriton të merrte më shumë. Barazimi i fundit me këtyre dy skuadrave është 23 vjetorin e 2009-s 1-1, ndërsa fitoria e fundit e Apollonis është më 9 vjetor të 2009-s në kupë përballë Skënderbeut triumfonte 2-1. Skuadra fjerake, teksa në kampionat fitoria e fundit për Apollonin është më 17 marsin e vitit 2001, 12 ditë më parë, teksa çojnë kur të Kalim Canka provon, por mbyll Radas, e kthen tek Orges Shehi. Arapi. Tefik Osmani ka gjetur golin e parë me fanellën e Skënderbeut, të kishte situr ndaj Laçit. Tefik Osmani. Vangjeli. Sabel Lilaj organizon për Andi Ribaj, po është pa rregull. Kujtojmë gjyqtari i takimit është Blerim Ziri, është një treshe nga Fushkruja. Blerim Ziri, Endrit Veseli dhe Shkëlzen Ziri. Ndërkohë gjyqtari i katërt është Andi Koçi nga qyteti i Durrësit. Edhe një ky është pozicioni i Andi Ribaj. Tham sot në fush debuton Peter Olainka, ish lojtari i Bylisit. Po fol shumë kalimi i tij tek Kupsi, por në fund përfunditar ishte transferimi drejt Korçës. Ndërkohë kërkohet Karakaçi në këtë duel me Arapin, mbyll Osmani. E kthen prapë Orges Shehi. Berisha e kthen prapa, Bledi Shkëmbi tepër i tërhequr. Dërgo më njerë këto për para. Ribaj, Arapi, Shkëmbi. Edhe njerë për Renato Arapi mjaft mirë në krahun e majt, prit krosimi vjen, topi i lartë, Cakovic largon Atanda. 6 pikë për skuadrën e Skënderbeut, 3 për Apollonin. Në 3 javë janë marrë një fitore dhe 2 humbje për fjerakët. Fitoria vetëm në këtë stadium, ndërkohë skuadra e Skënderbeut 2 fitore dhe 1 humbje. Radas, kujtojmë që janë mbyllur disa 3 takime pra të kësaj jave. Kupsi Partizani 0-1, Tirana Elbasani 2-1, Flamurtari Vllaznia 0-0. Udhëheq skuadra e Tiranës me 10 pikë. Flamurtari, Kuksi dhe Partizani me 7 pikë. Skënderbeu 6. Përdhyuar më pas me Teutën 3. Laçi dhe Vllaznia 2. Elbasani 0 pikë. Lëvën me duar kapiteni Nako. Rudin Nako. Është një ndeshje veçantë për Eridon Demir, në një ishi i skuadrës së Skënderbeut në 2 periudha. Ka qenë futbollisti i skuadrës korçare, trajneri aktual i Apollonis. Demir në sezonin 2004-2005 dhe në sezonin 2007-2008. Xhafa me këtë top gjatë, Rajkovic në pozicion pa rregull, është ngritur flamuri.
Shohim shumë të ngjeshura të dyja skuadrat. Arapi e kthen prapa. Osmani për Sabien Lilaj, kthehet shumë prapa për të marrë topin Sabien Lilaj. Kujtojmë që vuan mungesën e një magës në mesfush skuadra e Skënderbeut, teksa një top i rikuperuar nga Dosti që tenton një herë për Canka, pozicioni i rregullt Canka në krahun e majt Canka, një për një me Radas, Canka tenton fundore pasiv për Rajkovic, në zonë Rajkovic Shei! Pret dhe eviton golin Orges Shei, minuta e 6. Çfarë mundësie për Rajkovic. Edhe një tjetër këmbgulja Mikel Cankës. Rajkovic pothuajse me portën e boshatisur nuk arrin ta dërgoj topin në rrjet. Marko Rajkovic, ndeshja e 4 për 21 vjeçarin me Valena Apollonis në këtë sezon, ka luajtur në 3 takimet e para. Sjell entuziazëm tek vendasit, por i jashtëzakonshëm Orges Shei. Ndërkohë që dhe një Rajkovic me këtë top të kthyer në zonë, kërkohet Hysen Shahaj. Vangeli ka një faul ndaj tij dukshëm. Numri 19 Hysen Shahaj që duket të marrë një goditje. Ka fair play midis futbollistëve. Megjithatë, kaloi një moment shumë të vështirë porta e Skënderbeut. Çojmë një tjetër, ky është momenti në vrapim me sipër këtu. Ka marrë një goditje, ndoshta Hysen Shahaj, numri 19 i skuadrës Apollonis. Njëzet dy vjeçari luan edhe ky ndeshjen e tij të 4-të. Se duhet kërkohet ndihma e stafit mjekësor për Tauland, Hysen Shahaj. Edhe një tjetër. Ky është momenti i përplasjes. Shohim momenti ku ka mbetur i duktuar. Duket këtë probleme në shpatullën e djathtë. I është në atë rënje. Tauland, Hysen Shahaj. Do të rinis loja. Radas dron totalisht lojën në krahun tek Berisha, mbetet kur por jo topin Berisha, shmangut është në zonë Berisha, vjen krosimi shumë i fortë. Në krahun tjetër Radas është Vangeli e kontrollon topin, fton Prognin, ky trekëndësh Lilaj kërkon hapësirë, goditja, topi shkon tek Ribaj, mbyllet në çastin e fundit nga Kaja, goditje këndi e para. I takon skuadrës së Skënderbeut. Ribaj u ndal nga Xhafa. Afrohet Bledi Shkëmbi. Berisha. Shkëmbi. Me këtë krosim, Osmani largohet nga zona. Edhe njerë i kthehet Apollonia Cakovic pas goditjes së Andi Ribaj. Pam i shturmuesi i kësaj skuadre. Por para se largohen nga Apollonia, u përfol shumë transferimi tek Tirana, më pas tek Flamurtari, një periudhë prove dhe me njerë u treguan të gatshëm korçarët, kampionët cilët e rrëmbyen Andi Ribaj teksa çojmë du Progni dhe Atanda në këtë duel. Del fitues nigeriani. Pa diskutim, një nga lojtarët më të mirë të kampionatit në 3 javë dhe para, numri 3, qendërmbrojtësi nigerian Sodiq Atanda, fokusohet Eridon Demiraj. Urdon rivënje Sundora i top. 21 vjeç Atanda. Luan ndeshjen e ditë 4-t, teksa rivënia do të kryhet në këto momente nga portieri Wilson Čakovic. Një skuadër në përgjithësi me moshë të re, kjo e Apollonis.
Cakovic, Progni, rikthehet ndonjëherë Kaja. Ruan topin në presion e Peter. E shtyn përpara Kaja, dorëzon tek Radas, Vangjeli. Pion tjetë me një futbollist më pak, skuadra e Apollonis ende nuk është shtyr. Hysën Shahaj teksa provon në krahun e djathtë Progni. Pryt krosimi vjen topi është lart, largon Xhafa. Në zonën e Kajës e ul për Atandën. Edhe një herë nuk arrin të përfitoj Sabien Lilaj. Ka gabuar ndërmjet tyre Kaja dhe Atanda. Nuk mund të vazhdojë më tej. Hysën Shahaj ka ngritur flamurin e bardhë dhe ka braktisur këtë ndeshje. Taulant Hysën Shahaj largohet së bashku me mjekun drejt dhomave të zhveshjes. Bën gati lëvizjen e parë skuadra e Apollonis e detyrueshme, ndërkohë që Rudin Nako i të hiqet vëmendja të shkojë tek tifozët, tek tifo grupi Brigada C për të qetësuar dhe për kërkuar vetëm mbështetje. Cakovic e nis për Xhafën, e nis shumë qetë skuadra e Apollonis, do të dalë me një lojë të shtruar, edhe pse ushtron presion Skënderbeu. Shohim në zonë në 10-15 vetat e fundit, do ta marrë aty topin skuadra korçare. Vetëm që humbja me Partizan ishte e para në këtë edicion. Ka falë ndaj Ribaj nga Nako, teksa bëhet gati Mitraj. Aldo Mitraj, numri 9, do zërë vëndin e Hysën Shahaj. Radas tek topi, 12 minuta loj, rezultati vijon tjetë 0-0, largohet Canka dhe Vangjeli, e mbron topin mbrojtësi, por për momentin del Karakaci, del dhe Shej, Karakaci, këndet topin, qojt, nuk i drejtojt do të rjetës nuk nga forcën e dur, i pa fata baz Karakaci, e jashtëzakonshme sfida dhe në do të qaste. Ndërko që ku të përgjigje në kran tjetër Berisha, a i të përgjigje dhe aty. Edhe njerë Provon në këto momente. Se nuk lejo, edhe ju tjetë. Të lutëm pak në Djali, o Djali. Madan, edhe që tjetë në Madan. Peter. Me këtë pasim Atanda rrezikon autogolin. Vjen në momenti i zëvendësimit. Në minutën e 14. Shëmbrosimin e shkëmbit për Osmanin. Ndërkohë këtë dalje në krahun e majt është Mitra, i vjen kjo ndërhyrje Prognit, çojmë vendimin e gjyqtarit. 0-2 nuk e di nga këndi, por është afruar 2 herë. Rrezikshëm golit. Është afruar 2 herë rrezikshëm golit skuadra e Apollonis.
Kujtojmë Rajkovic dhe më pas Karakaci. Që tu shkëmbi të do realizimin mbyll Atanda Ribaj, i dëmtuar është Berisha. Ka vëtë dëmtuar Bernard Berisha. Largohet Berisha, çojmë nëse do të jetë në gjendje të vijojë të luaj. Nako në këtë rivën me duar. Në del këto për Cankën. Canka lëviz mjaft mirë me zytë shtarve. Canka vjen ndërhyrje Osmanit nga prapa, ka faull. Tefik Osmani, ai që gabon në këtë moment dhe rrezikon shumë pasi një karton i verdh do të bëndë të mungonte në sfidën e javës ardhshme me Kuksin. Rrezikojnë Osmani, Vangjeri, Progni dhe Lilaj. Sërish të rrezikshëm lojtar të Apollonis. Tek topi Julian Gërgjo 2 herë e ka ndëshkuar skuadrën e Skënderbeut në tjetër pozicion, madje e shenjë. Vjen kjo goditje Gërgjo, por paksa nuk arrit të befasoj sërish në të njëjtin trekëndësh në portën e shenjtë. Dyherë kur luan dhe me Falen e Bylisit dhe në të njëjtën port, pikërisht në këtë port në krahun e djathtë. Duhet sikur sjell fat. Radas e kthen tek Osmani. Mjaft mirë skuadra e Apollonis. Kërkohet Peter. Në këtë duhet shpejtësie me Atandën, 2 nigerian përballë një tjetër del fitues, sulmuesi i Skënderbeut e kthen në qendër topin Progni kërkon hapësirën, Progni tenton më pas me djathtën. Quhen rrjedhje të jashtme. Kjo e djathtë e Gerard Prognit ka bllokuar tërportën me hapjen e tij Cakovic. Plan i parë për Wilson Cakovic. Organizmi e top gjatë. Lilaj kthehet prapa tek Osmani. Radas Tefik Osmani. Edhe një Radas. Blojnë për Arapin. Kjo në mënyrën e dur. As Arapi, as Berisha nuk gjendeshin në krahun e majt të avancuar. Rivëni me duar. Topi takon Nakos. Rudin Nako e shtyn përpara. Lilaj kthehet edhe njerë në mbrojtje tek Radas. Është Rajkovic me avancuar me Cankën që luan pas numrit 99. Qojmë pasin e Vangelit për Ribaj. Unë bet koma të kontrol Andi Ribaj, Gjafa dhe më pas Mitraj e nëzirë për para. Gjafa të top. Dosti kthehet edhe njerë prapa. Orges Shej, 2 momente drejtërues në portën e Shejit. Paruar atë goditje të Gërgjos.
Shkëmbi. Peter, gabon pasimin, Nako. Topi gjatë, Rajkovic, ndërkohë që fokusohet dyshja, Bozhiqi, Josa, Karakaci, lëviz mjaft mirë, Karakaci, krijon hapësirën, tenton pasimin në krahun tjetër mbyll Vangjeli. Nis Bledi Shkëmbin, mundësia për të kundërshtuar Berisha, udhëheq topin, ka hapësirë Peter, Berisha udhëheq vet. Berisha vendos përpara Nakon, afrohet ndërkohë dhe Dosti, Berisha ndron lojë çon tek Progni. Në krahun e djathtë Gerard Progni. Në qendër pret Ribaj, drejtisht pasimi. Kthehet prapa Lila, e kërkon hapësirën për të goditur mbyllet Dosti, më pas Mitra e çon tek Canka, mundësia kundër sulmit. Canka shkon ai top Rajkovic, mbyll Osmani. Të paqartë në momentin e fundit, futbollistë të dyja skuadrave dhe një herë Berisha. Sërish në duel me Nako, në vendos përpara, Shmang, Berisha, pasimi qendër, Peter, lëvizje e bukur Peter përballë portierit. Njafir Cakovic i jashtëzakonshëm. Wilson Cakovic, por 19 doshta merr dhe Peter Ola Inga për atë marrë ndërkohë Berisha, Cakovic Xhafa. Sërish portieri numri 33. Zero me 3 nuk vëditë nga këndi. Bledi Shkëmbi. Vjen krosimi në lëvizje zonës, e lë topin Berisha për Prognin. Ndërkohë ka mundësi kundërshtuar tu Canka. Lëviz Rajkovic, Canka çon në qendër. Pasimi drejt krahut për Mitra, Vangjeli e kthen prapa Shej, detyruar të luajë me këmbë. Arapi. Mani Berisha, tjetër lëvizje ti, ka një faull shkaktuar nga Dosti. Këtë dënimi Bledi Shkëmbi dhe Marko Radas. Tham dëshja fundërmjet tyre dy skuadra, fituar 1-0 nga Skënderbeu, është zgjidhur nga një gol i shëndërmbrojtësit Ditmar Bicaj. Radas tenton këtë goditje, top devijohet nga muri mbrojtës e 4 goditje nga këndi, 0-4. Afrohet sërish Shkëmbi. Vjen krosimi i lartë drejt zonës, Atanda e devion, afrohet Progni, edhe njerë rikthehen në zonë Osmani. Atanda e do të dalte e vijes, ka goditje këndi, prekja e funde Rajkovic. Zero me 5 numri i goditje nga këndi. Bledi Shkëmbi, tjetër krosim, largon Cakovic dhe provon kundërshtumin në këto çaste. Karakaci pret Canka në krahun tjetër, Mitraj në duel me Vangelin, arrin ta mbyll mbrojtësi. Edhe nuk del dot përpara Kristi Vangelit. Atanda ndron lojën, e çon në një zonë më të qetë Nako. Avancon kapiteni Rudin Nako me gjithë as vështirësi, e kthen prapa tek Xhafa. Gabon tribune asore, prekja e fundit dhe Peter. 25 minuta lojë, rezultati 0-0. Një sfidë e jashtëzakonshme me raste shënim për dyja skuadrat, por më tepër me një ritëm të kënaqshëm.
Nako. Berisha e devion, ndërkohë që ka të dëmtuar një nga futbollistët e Apollonisë, ka një faull me sa duhet të shkaktuar nga Renato Arapi. Qojmë sinjalizimin dhe karton. Vendos dorën te kartoni në këto momente. Ziri ndëshkohet Renato Arapi me kartonin e verdh. Mbrojtësi numri 3 për të ndërhyrje. Ndër 26. Kartoni i parë i verdh në këtë sfidë, pikërisht për Arabin, një faull në gjysmëfushën e kundërshtarit. Xhafa. Topi gjatë, kërkohet Rajkovic, arrin ta ul për Karakacin, mbështet Nako, Karakaci hedh në zonë, Radas e largon Arabi më pas me kokë. Edhe një tjetër Dosti, e çon në qendër, nuk arrin dot Rajkovic, lëviz mjaft mirë tu Radas, ndërhyrja e Dostit. Rëvën fundore, por i dëmtuar një nga futbollistët e Apollonisë, Luciani Mikel Canka. Rinis shkëmbi, është gjetur Canka, Shej, Osmani, sërish për Getshejn, Radas, Tefik Osmani, Arapi, Berisha, nuk ka hapësira përpara dhe çon në djathtë tek Radas. Shkëmbi. Përja i zonë në drejtim të Berishës, Peter është ai që shërben për Kosovarin në zonë, është i vetëm. Berisha rikthet Atanda përballë tij. Berisha por pozicionin pa rregullt. Ka lejuar avantazhin në këtë moment. Asistenti i dytë rregull nga avantazhi, Shkëmbëzen Ziri, për sinjalizuar më pas dhe pozicionin e pa rregullt të Bernard Berishës. Rinis Kaja ndaj flamurtarit u vendos përpara mbrojtjes. Shtatlarti Ervis Kaja, ndërkohë që sot luan në krahun e majt. Shkak se nuk e ka dalë Broshka, jetë në 100%. Ermenia Sore, Vangjeli me duar. Jam vishto ndalesa që në një farë mënyrë e ulin pak ritmin, por duhet të thënë një sfidë shumë e bukur, jashtëzakonisht e luftuar. Gërgjo. Peter. Go që du Progni. Është Lilaj në zonë, Lilaj pasimi. Topi devijuar nga Andi Ribaj. Rivënje fundore. Befasohet Ucakovic, fatmirësisht për të topi ishte në rrjetën e jashtme. Ka tjetër faul. Pyeti dënimi. Atanda. E çon top përpara. Shkëmbi. Mjaft mirë për Ribaj. E çon drejt Prognit në krahun e djathtë. Atanda dhe Peter, del fitues nigeriani Apollonis, që fton qetësisht Cakovic. E shtyr më njëherë përpara Vangjeli, Lilaj e kthen për Osmanin.
e ull me gjoks Tefik Osmani. Arapi. Pasimi drejt Andi Ribaj. Shkëmbi. Në duel me Cangën, shkakton faul. Mikel Canga. Një minuta loj, rezultati janë 0-0, por rastet pas trashënimi. Në minutën e 6-13 Rajkovic e Karakaci. Ndërkohë pas në gjithë minutë, në minutën e 20 ishte Peter Villim dhe Berisha më pas u shfaqen përballë portierit Cakovic. Ludini nga këndi e 6-ta. Zero me 6, numri i goditjeve nga këndi. Nuk sjell asgjë. Lilaj. Radas. Shkëmbi Vangjeli. Topi tek Peter në qendër mbyll atanda mjaft mirë Cankovic, por ai topi i gabuar gjithsesi ka faull. Mikel Canga ka një faull ndaj tij. Do nislon atanda. Gjafa. Osmani. Tom Berisha nuk e merr si duhet topin Dosti për Rajkovic. Edhe njerë Dosti. Realizimi për Karakaci, mbyll Arapi, pra i top shkon tek Rajkovic që mund të tentoj portën. E letë për shenjë. Ristoja Shkëmbi. E qërë më njërë tek Sabien Lilaj. Esposton në krahun e gjallë Gerard Progni. është më kërkuese skuadra e Skënderbeut, krosimi i Prognit nuk gjen askënd. Është më kërkuese, por jo dhe aq efektive për para portës së Cakovic, sepse duhet thënë që vijon të tregojë një formë të jashtëzakonshme Wilson Cakovic. Top në loj, 21 vjeçari me këtë top gjatë, ka faul të shkaktuar nga Rajkovic. Radas. Osmani Arapi. Berisha provon të marrë krahun. Bernard Berisha. Vjen kjo ndërhyrje e Gjafës të rivënia sore. Renato Arapi në këtë rivënje. Shkëmbi, shumë i lartë topi. Cakovic e bën për vete. Top gjatë për para. Radas, mbi kundërshtarin, Dosti. Rikthehet në fush Berisha, Karakaci. Dosti për vot të ashty. Shi, me këm në qëndër për kapitenin Shkëmbi.
Ribaj provon të crossin të devijuar Cakovic që aty Peter është i vetëm, provon ta kthej Dosti e dërgon edhe një herë tek Ribaj. Gabimi pari i Cakovic, Shkëmbi tenton më pas të goditje këtu e ka atlet. Cakovic që si merr duart rokitjet në farë mënyrë dhe i falur. Tentoi të evitonte një goditje nga këndi, por rrezikoi shumë që ta kthente një assist për Peter atë top. Gabon tu Karakaci. Osmani. Gabon Berisha, rikuron topin Gërgjo që nis me njerë drejt Sankës, mbyll Osmani, Karakaci. Shmang Berishën, Karakaci e udhëheq topin. Karakaci e shmang për sdyti Berishën, Karakaci tenton krosimin. Devijohet topi. Tribuni ansore. Tribuni ansore. Karakaci, këndëryrja e Rapit. Përindot me sfishori Shkodrantë atë që deri në fund. Lëvizjen e tij teksa del në kundërshtim në këto çaste. Skënderbeu është Progni, pasi më njëherë drejt Andi Ribaj, mbështet dhe Shkëmbi. Ribaj e udhëheq topin, spostohet në qendër. Andi Ribaj tenton portën nga distanca. Jashtë kuadratit. Ka goditje nga këndi, prekja e fundit. Është Cakovic 0-7. Edhe një mundësia e Andi Ribajt. Bledi Shkëmbi. Krosimin shtyllën e parë. I rrezikshëm Ribaj. Fton Progni në hyrje zonës. Largon Atanda. Dhe kjo ndërhyrje e Mitraj ndaj Vangelit, godit dënimi në favor të Skënderbeut. Godit dënimi, minutat kalojnë, jemi në minutën e 38 të kësaj pjesët parë. Rezultati vijon të jetë 0-0, por mund të ishte i ndryshëm. Mund të shënuar të dyja skuadrat. Radas provon krosimin. Osmani, Ribaj, Atanda e devijon dhe Cakovic përpara Peter. Shkëmbi, një top që ndalet tek kryesori Ziri Canga më pas faullit Lilajt. Julian Gërgjo e nis për Mitraj. Gërgjo Mitraj në këtë duel me dy kundërshtar. Mitraj e nxjerr topin. Mitraj tenton më pas pasimi Shehi. Ndoshta do të kishte bërë mirë ta kishte dhënë pak më në qendër, më të rrequr atë top. Peter dhe Atanda në këtë duel. Gërgjo nuk e merr topin. Është Shkëmbi, tenton vergazimi për Peter. Del Cakovic e kontrollon. I jashtëzakonshme sfida. Nako, shkurtazi për Gërgjon. Gabon pasimin, jep mundësinë dhe Ribajt. Teksa provon këtu Berisha. Atanda ndërhyn në momentin e parë. Lilaj sposton lojën. Vangjeli ardhur në ndihmë. Fton Prognin në krahun e djathtë në fundore. Progni vjen krosimi, largon Kaja, 7 lart. Nuk dhe do skuadra e Polonis. Arapi. Berisha.
Edhe një Renato Arapi, mbyll Karakaci, Nako, del mjaft mirë, nga presioni, merr duart rrugëtit skuadra Apollonis Dosti, kërkon pasimin Rajkovic, e mbyll shkëmbi pozicional për gabon pasim. Gërgjo më pas, hap drejt Mitrat, pozicioni është i rregullt. Aldo Mitraj, një për një me Vangelin. Prekja e këtit fundit, edhe në topin jashtë. Gërgjo. Canka me këtë goditje. Topi është devjuar dhe vjen goditja e parë nga këndi. Goditja e parë nga këndi për skuadrën e Apollonis. 1-7. Numri goditja nga këndi. Vjen krosimi, topi nuk devjohet si duhet nga Rajkovic. Atanda, e tërë skuadra e Skënderbeut të mbërthyer prapa. Xhafa, është Dosti. Me njerë pasimi, për e ka aftësinën Rajkovic, Vangjeli e kthen prapa, Shehi. E rrezikshme. Skuadra vendase, teksa provon të ushtrojë presion lart në këto momente. Radas, është Ribaj, që ndron lojë. Drejt Berishës. Bernard Berisha. Këndon realizimin. E mbyll Nako. Edhe njerëziri pengon lojën. Nako provon dhe fiton duelin me Berishën. E çon për Cankën. Çon këtë mundësi janë 5-3. Canka vonon shumë. Top që del Canka. Tenton më pas, por mbyllet Radas Rajkovic. Goditja në duart e Shej. I nervozuar në këto momente Elidon Demiraj. I nervozuar, një super mundësi. Fantastik. Në këto momente tjerakët por nuk shfrytëzojnë si duhet mundësinë e krijuar në ndeshje me flamurtarin dhe me Sjav. Vuajti shumë, faktin që nuk dilte dot në sulm. Skuadra fjerake, që u evidentua dhe nga trajneri Demiraj në intervistën edhe pas përfundimit të takimit, ku skuadra mbrojti mirë, por nuk giti të ngacmonte në sulm. Teksa sot e shohim i afrohet portës së Shehit, por nuk është e qartë pikërisht aty. Qedu Vangjeli, Vangjeli në zonë, këtë të gjatë, Vangjeli për balë Cakovic, goditja, nuk arrit qënoj, Kristi Vangjeli, një top i devjuar, goditje nga këndi, shpëton për mrekulli, porta e Apollonis, i jashtëzakonshëm Kristi Vangjeli, nga mbrojtja në sulm dhe nga sulmi në mbrojtje, ku do gjëndet në krahun e djathtë, shkëmbi, tenton krosimin, Arapi, po pas Ribaj, largon Karakaci për momentin, dhe njerë shkëmbi, kërkon aftësirën e dur për të krosuar, fton Berishën, drejt Arapit, me të djathtën e dërgon në zonë Atanda. Osmani ka mbetur në sulm, Tefik Osmani kërkon aftësirën për të krosuar, më pas, përndon topi jashtë, rivën e fundore, pretendon dhe për një penalti, apo devim. Një mundësi e jashtëzakonshme për të dy skuadrat. Canka. Gërgjo. Lojën tek Nako. Karakaci, dhe një për Nakon. E u dhe ishë mjaftë mirë, topi shmang dullështar. Kapiteni Nako, plit krosimi, vjen topi, është i lartë. Ka rëshkitur Vangjeli në momentin e parë. Ftohet në goditje Canka. Jo e mirë tentativa tek sa priste Mitraj. Sërish dëshpërimi në sytë e Demirajt. Skuadra e tij po luan një futboll të jashtëzakonshëm përballë kampionëve. Progni, Enisek Peter, në duel me Atandën ka faul. Ka faul nga nigeriani Apollonis. E jashtëzakonshme kjo pjesë e parë.
ka justifikuar pritshmëritë, por dhe interesit, teksa kemi 1 minutë shtesë. Gjyqtari e 4 Andi Koçi që sinjalizon, vjen krosimi drejt zonës. I rrezikshëm me të njëjtin protagonist në krahun e djathtë, kush tjetër Kristi Vangjeli. Vuajti shumë ndaj Partizanit në pjesën e parë. Sulmet e Mazrekajt, por në pjesën e dytë pam lojtarin e zakonshëm, Vangjelin e zakonshëm. Ribaj, Lilaj. Shkon tek Shkëmbi, dhe njerë mbështet Kristi Vangjeli. Shkëmbi preferon pasim për Ribaj. Lilaj ndron lojën tek Berisha në krahun e majt. Bernard Berisha arrin ta mbaj, fton Arapin, e ka hapësirën, vjen krosimi drejt zonës për Peter goditja. Nuk arrin të koordinohet, për më tepër ka shkaktuar një faull Peter Ola Inka. Dhe vjen këtu sinjalizimi i Blerim Zirit. Mbyllet kjo pjesë e parë pa fitues, por spektakolare, jashtëzakonshme, meritëm me raste shumëta shënimi, ku sigurisht meritat kryesore kanë dy portierët, Cakovic dhe Shej, por mbi të gjitha ndoshta dhe paqartësia e lojtarëve përpara portës. Një pjesë e parë që duroi shumë, por asnjë gol. Pas pushimit do të presim të dyja skuadrat fushën e lojës, shohim nëse do të pajtohen me këtë rezultat bardh apo do të kërkojnë të zhbllokojnë këtë sfidë. Pas pushimit zakonshëm sërish bashkë.